vetëm ta ndihmojmë sepse Zenuni ka thonë që jetoj veç me nanën, jam gjendje tronë shëndetësore, ka raste që nuk ushqehem edhe në emisione ka thonë, edhe gjendja ti ka prek shumë edhe kom thonë të paktën unë që ka muj mi ndihmu se autori e emisionit që taftoj edhe të bëj thirrje. Emisioni është publiku edhe gjatë emisionit Zenuni ka cek që unë jetoj veç me nanën. E që kuptove ti që të ka mashtru? Unë e kuptova se në momentin që është publiku emisioni, do me thonë njerëzit kanë reagu me njëherë, kanë thonë të kundërtën. Njerëz të cilët janë mashtruar nga i? Janë mashtru edhe njëkohësisht njerëz që e njohin rrethe. Edhe me njëherë më kanë qitë në kontakt me familjen e Zenunit, edhe unë kom bisedu me vllahun e Zenunit, edhe pastaj unë ka dërgu edhe dëshmi e foto edhe robat që Zenuni ku i mban, sepse ai në emision nuk e ka thonë fare se ka vllazni. Pastaj, gjatë publikimit të emisionit, a i vazhdimisht shkrujke duke më dërguar foto se po merr injekcione, edhe gjatë realizimit të emisionit e kena pas shumë problem të gjirimin, sepse gjatë gjithë kohës, sikur kishte një paralajmërim për sulm. Dhe ka majtë në stres, tu më ndu që mund të ketë ndonjë sulm epileptik. Do me thonë që një vit e gjys emisionin e realizojmë, emision ma stres nuk kom pas asnjëherë.